UÇK s'ka mund të krijoj të bëj krime luftës sepse kishin përkrah NATO-n dhe NATO nuk ka bërë krime lufte. Kështu që nuk mundën të na dojnë parcialisht dhe të na ngarkojnë krimet të cilat i ka bërë satrapi dhe kasapi Ballkanit Milošević. Zoti Haradinaj, pse keni në plan që mund zhvillohet një tjetër protest në Hag apo në kryeqytete tjera të Evropës? Jo, ne mendojmë në go. Kjo rutina e motorëve ka qenë më tepër simbolika që të përfshin gjitha qytetet dhe Evropën, që po lën shumë përshtypje, është shumë interesant, po them po reflekton krejt ndryshe, por ne besoj se ka fundi i ka fundi këtij viti do të organizojmë një protestë në Prishtinë, të besoj se do të jetë edhe më e madhe, por gjithmonë poroj, po s'ket nevojë të organizojmë atë protestë, po krejt na vinë shpejt. Ndërkohë, zoti Haradinaj, në forma liria ka emër, e ka në program dhe në synim të organizimin e tillë kundër padrejtësisë. Gjithmonë flasim kundër padrejtësisë, pa imponim në drejtësi, por vetëm të ketë respekt, reflektim të drejtësisë dhe për kujdes dhe monitorim të asaj atij gjyqësori që po zhvillohet dhe që kalon drejtar breza të çdo qytetari thjesht që ajo po devion rreth drejtësisë, ku edhe e kem po edhe tash ku shumë motoristë të nacionalitetet të tjera veç por kanë shprehë dëshirë të bashkohen në këtë marsh proteste. Në këtë lloj mënyre që keni zgjedhur pra të protestoni me kalimin në disa qytete me motora, në ndalesat që bëni, çfarë reagimesh keni marrë nga qytetarët evropian? Personi janë shumë dëshirojnë me fotografu me ne, e shohin sepse ne rekvizitat e kemi në gjuhën angleze, liria ka emrin, që e keni po dhe në aty, dhe ju intereson shumë dhe në një farë mënyrë ju duken shumë atraktive. Po sumarom se të përmbledhë gjithë, jo besoj që do t'jetë edhe protesta e parë e këtij lloji në Evropë dhe çdo kund që besoj do t'jetë model për një protestim, e uroj që kur për kësaj lloji protestimi për drejtësinë mos ketë as në Evropë, as të ne. Por ja që kjo unë besoj që ka më kon shembull dhe ka më qenë shembull i një organizimi të mirë internacional të them në atë mënyrë. Zoti Haradinaj, faleminderit. Të falenderoj shumë. Respekte, faleminderit për përcjelljen, faleminderit për përkrojën. Urojmë protestuestat të kenë sot një ditë të mirë. Ne mund të them vetëm diçka. Prej natit të Serbisë, prej natit të armiqve të shqiptarisë, dita po merr me dilli përkundaj motit dhe stinës që kemi. Faleminderit. Ishim me ish luftaj në UÇK-s, Nasim Haradinaj në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë, shkojmë në një hapësirë publicitare, mos u largoni.